të aplikuar mbrojtësi nxehtësisë në flok. Nëse ju thjesht përkasni mbrojtësinë e nxehtësisë nga sipër flokut apo hidhni një pikë vaj dhe e bëni pak kështu në flok dhe mendoni që floku juaj po mbrohet i gjithi, e keni shumë gabim. Në fillim do të krehim një herë flokun mirë. Pastaj, pasi kemi ndarë flokun në seksione të vogla, do të hedhim një sasi të vogël vaj, kaq mjafton për një pjesë të flokut. Dhe do ta përhapim kështu në të gjithë flokun pa prekur rrënjën. Dhe tani vazhdojmë të drejtojmë. Tani floku nuk duket as si flok i yndyrshëm, është tepër me shkëlqim dhe për më tepër është i mbrojtur nga nxehtësia. Vazhdojmë me seksionin numër 2. Ndonjëherë pjaserin e vendos edhe në 190 gradë, po nga që sot i kisha flokët gërshet para se ti drejtoja, dhe kanë marrë këtë formën kështu pak si onde, se zakonisht më rrinë thjesht të drejta për të fryra, të elektrizuara, edhe vendosa në 210. Në 230 zakonisht nuk e drejtoj, shumë rrallë. Unë vjet në prill kam prerë flokët dhe doja shumë që t'i rrisja. Dhe nuk po më rriteshin, do me thënë, unë nuk e kuptoja që më rriteshin, sepse unë shikoja çdo muaj sa centimetër ishin rritur, i masja, vazhdoja e shikoja gjithë kohës me vëmendje më të madhe dhe një periudhë i lash, thjesht nuk u mor. Po thoja që mu ndërprej video se më doli story të full dhe po thoja që një periudhë kohë nuk u mora fare se çfarë po ndodhte me flokun tim, ishte rritur, nuk ishte rritur. Edhe para disa ditësh thjesht vendosa të masja pak flokun se sa ishte zgjatur. Dhe nga prilli deri tani, duke e prerë dhe duke e drejtuar, sepse unë e kisha me shkallëzim dhe kam drejt komplet flokun tani nga pas, më ishte rritur 15 cm i gjithë floku. Kur e kam prerë në prill, ka qenë diku gati deri këtu floku dhe shikoni sa është rritur. Si e shikoni përsëri një pikë vaj kam vendosur vetëm, sepse hapet shumë mirë në flok. Unë mbarova së drejtuari të gjithë flokun dhe floku do të duket kështu, përveç se ka një shkëlqim që e shikoni vetë në të gjithë flokun, është edhe i mbrojtur nga nxehtësia dhe unë flokun nuk është se e drejtoj shumë shpesh, por përdor shumë shpesh produkte me nxehtësi si mashat ose tharsen që bëj onde ose stiloj flokun. Dhe nuk kam asnjë të djegur në flok dhe flokun për herë të fundit e kam prerë në nëntor, tani jemi në fund të shkurtit. Dhe shikoni flokun tim pa asnjë maj të djegur, vetëm sepse përdor gjithmonë mbrojtës nxehtësia. Mos harroni që përveç nxehtësisë së pjastrit apo të tharsis, floku digjet dhe nga dielli. Pra mbrojtësi i nxehtësisë duhet përdorur çdo ditë përpara se